Këto janë pamjet e viteve 30, kur Tirana ishte një vend vetëm me 4.000 shtëpi, të cilat formonin edhe lagjet më të njohura. Por është e lehtë të kuptosh se kryeqendra e Shqipërisë ka ndryshuar shumë, duke humbur mjaft ndërtesa historike, apo edhe ato që kanë mbetur janë rrethuar nga pallate shumëkatëshe, duke u bërë shpesh të padukshme. Janë, në mos gabohem, mbi 20 objekte të banimi të Tiranës mesjetare, të cilat ishin të shpërndara dhe kishin mbijetuar në për zonat e qytetit, të cilat u zhdukën në këto vjet. Ndërsa e parë nga syri i një arkitekti, Tirana në shumë dekada ka marrë goditje fatale, por duket se ka ende shpresë për të rikuperuar ato që kanë mbetur. Lagjet e vjetra të Tiranës që kanë humbur nuk kthehen më. Çka ka mbetur, në qoftë se ekziston vullnet politik, mund të bëhet model për Tiranën. Nga pikpamja financiare, banorët do ta fitojnë dal nga dal ato që fitohet më njëherë duke bërë pallat. Nga ana arkitekturore kthehen shumë shpejt, me pak investime. Por çfarë kemi humbur deri tani? Ndërhyrjet në planin urbanistik të Tiranës kanë prishur edhe ndërtesa të cilat kanë mbartur vlera historike, si për shembull prishja e kishës së Shën Prokopit, xhamisë së Karapicëve, të cilat gjendeshin në zemër të qytetit, ajo e Bashkisë së Tiranës, pazarit të vjetër e ndërtuar nga Esat Pash Toptani, kisha Hevlleve, që gjendej kur sot 15 kaçi, e disa prej banesave të vjetra. Sipas arkitektit Shkreli, shtëpitë e vjetra tiranëse kanë qenë 3 lloje. Ishin shtëpitë e bejlerëve, po i quajmë, të cilat ishin arkitekturë osmane. Veç këtyre ishin pasaj pjesa më e madhe e njerëzve kishin një shtëpi tjetër, ishin shtëpi që zhvilloheshin me 1 kat dhe me 2 kate, kishin edhe dekore, të një dekori, po themi të barokut vonë osman, dhe ishte edhe një shtëpi e tipit tret e vjetër, që ishte ajo që quhet shtëpia me dhomë zjarri. Një prej këtyre shtëpive është edhe banesa e familjes Vaçari, e cila gjendet fare pranë zonës së Selvis. Kushtet apo dhe problemet e tjera e detyrojnë këtë familje të mos mendoj për vlerat historike që bart kjo ndërtesë mbi 100 vjeçare. Ja mendoni se kjo shtëpia duhet mbetet muze? Neve ta japin shtëpi, hala se kanë bërë muze? Dhe ta bëjnë qatë den. Po jo, nuk ju vjen keq që jeni Tiransat vjetër. Si qikë si më vjen keq. Se si jam të jetu, si jam të jetu unë. Në fakt, pjesë e këtij mentaliteti janë edhe familje të tjera tiranësish, ku banesat e tyre janë rënuar, apo edhe janë djegur pa lëngjurmë për t'u kthyer në pallate shumëkatëshe.